Vjojmë tutje mes ditën me diskutimin e parë për ditën e sotme. Do të flasim për zhvillimet politike, ashtu si që kemi premtuar shikuesve të mes ditës, diku para 2-3 ditësh, do ta kemi një përballje mes dy panelistëve, cilët kanë mendime të kundërta dhe realisht kishin edhe pritje të kundërta për vendimin e gjykatës. Sot i kemi të ftuar avokatin Tom Gashi dhe analistin Argjend Softolli. Mirë se erdhët. Shëndetje, faleminderit për ftesën. Sot do të flasim sepse tashmë gjërat janë sqaruar, vendimi është marrë nga gjykata dhe fillimisht avokat si e ke parë, sepse shkurtimisht do ndalemi këtu sepse dua të diskutojmë më shumë se çka tutje dhe ka pasur zëra se një marrëveshje mund të bëhet me PDK-n, sepse vetëm në këtë mënyrë do të jetë edhe më e lehtë për të zgjedhur presidenti dhe këta zëra çdo ditë më shumë vetë se po shtohen. Mbi këtë çështje do ndalemi pak më shumë, por fillimisht si e ke pa vendimin e gjykatës? Pritjet deri diku janë plotësuar, pritjet e juaja? Unë sa e di, unë nuk jam deklaru direkt faktikisht, se edhe nuk është normale të themi që të deklarohemi posaçërisht ne që jemi të fushës juridike, se çfarë akt gjykimi do sjellë gjykata kushtetuese. Për shkak se ka pas mundësi që të deklarohet në bazë të atyre se si kanë lexuar palë të themi në këtë kontekst. Do thotë përfundimisht e kemi që 2 ditë akt gjykimin e gjykatës kushtetuese dhe ky akt gjykim ka dhënë rastin faktikisht jo vetëm lëvizjes vetëvendosje, por të gjitha partive parlamentare është sikur të fitonin në llotari, që i bie që i kanë fituar në llotari përmes gjykatës kushtetuese 34 ditë, edhe pse 2 prej tyre veç janë harxhu. Dhe nëse arrin këta faktikisht që të bëjnë një marrëveshje politike, sepse besoj që pa marrëveshje politike nuk do të sjellë fare rezultat edhe ky akt gjykim i fundit i gjykatës kushtetuese, atëre situata mund të vijë që kemi pas situatën e datës 5 mars. Por duke e ditur që tani është gjithçka thujase kristal e qartë, do të thotë që dekreti i presidentes Vjosa Osmani nuk ka faktikisht efekt juridik, mund të interpretojnë kush don çysh don, po kështu e ka shkruar edhe ka konstatuar gjykata kushtetuese që i bie tani është dhënë ky afat kohor që partitë politike të kenë mundësinë që mos ta çojnë vendin në zgjedhje të parakoshme, sepse do të krijoshin dame të pariparueshme, jo vetëm që do të harxhoshin 10 apo 12 apo 15 milion euro që fare nuk i kemi të nevojshme, do të thotë shpenzime nga buxheti i Republikës Kosovës, por duhet të ketë një marrëveshje mes partive politike se kush do të jetë presidenti apo presidentja e ardhshme e shtetit tonë. Dhe mendoj që tani është në dorë të politikanëve, në dorë të udhëheqësve të partive politike shqiptare që të negociojnë mes veti dhe ta gjejnë formulën për të pas president të shtetit që mos të jenë këto pasoja të tjera juridike kushtetuese që gjykata kushtetuese veçse themi kushtimisht ja u ka vizatu, do thotë se çfarë duhet me vepru, nëse dojmë që mos kemi zgjedhje të parakoshme, sepse në zgjedhjet e parakoshme të gjithë mund të paka shumë të dëmtohen, por ajo që dëmtohet më shumti është qytetari i Republikës Kosovës që i bie për herë të 4 apo 5 brenda një periudhe kohore pak më shumë se një vit që të dalim në zgjedhje dhe duke i ditur fuqinë që kanë partitë politike, mendoj që rezultati do të jetë pak a shumë i njëjtë dhe pastaj prap vjen situata e përsëritur e zgjedhjes të kryesuesit apo kryeparlamentarit, të anëtarëve të parlamentit, të kryetarit parlamentit, nën kryetarëve dhe prap qeveria, do të thotë që do të kemi qeveri të re. Pastaj vije prap pas një periudhe kohore ndoshta 6 mujore rasti i zgjedhjes së presidentit apo presidentes. Do thotë diçka që këta nuk mundën apo nuk duan ta përmirësojnë tani, unë besoj që vërtet do ta kenë edhe pas periudhës kohore prej 5-6 muajve kur do të mbahen zgjedhjet, do thotë për shkak se gjykata kushtetuese ka deklaruar faktikisht që zgjedhjet duhet të caktohen 45 ditë pasi që të shtiren këto 34 ditë, do thotë që i ka dhënë në bazë të elaborimit të neneve përkatëse të kushtetutës tonë dhe që i bie gjithçka përsëri është në dorë të deputetëve apo në dorën e kryetarëve të partive politike, sepse deputetë rrallë herë votojnë kundër qëndrimit të udhëheqësve të tyre politike. E që tashmë ky afat ka filluar edhe të rrjedhë faktikisht. Argjend, si e po të shkurtimisht vendimin e gjykatës kushtetuese, i cili duket se nuk i dha të drejtë pothuajse asnjë rrespalë, as dekretit të presidentes, po as lëvizjes vetëvendosje që kërkoi 60 ditë. Me të drejtë unë kam pritur një vendim që gjykata do ta shpall në plotëni dekretin e
presidentit të vlefshëm, por që në fakt nuk është që ka dhënë ndonjë verdikt në njërin anë apo tjetrën. Gjykata kushtetuese në fakt e ka kryer punën e vet ashtu siç duhet, e pavarur dhe me të drejtë, ka dhënë një afat prej 34 ditësh, tani më kanë kaluar edhe 32 ditë, për çka është mirë që e kemi një gjykatë kushtetuese dhe institucione të tilla të pavarura, të cilat nuk lejojnë që partitë politike pavarësisht tendencave të tyre për të shtrirë anarki dhe autoritarizëm brenda vendit, nuk i lejon gjykata kushtetuese dhe kjo është për të lavdëruar. Ndërsa sa i përket se si do të rrjedhin gjërat, atëherë gjithçka varet nga vullneti i lëvizjes vetëvendosje. Se a do t'i ofroj partive opozitare, njërës nga partitë opozitare PDK-s, LDK-s presidentin, apo jo, nëse lëvizja vetëvendosje ofron presidentin për partitë opozitare, për njërën nga partitë opozitare, atëherë nuk do të shkojmë në zgjedhje, shumë e qartë. Sepse vetë kanë deklaruar në fakt Partia Demokratike e Kosovës ka thënë që të dy kandidatët duhet të jenë nga Partia Demokratike për president në mënyrë që ne të qëndrojmë në sallë. Kjo argjent tek gjasa se çfarë do ndodh me Partinë Demokratike të Kosovës, ndoshta edhe një bashkëpunimi të mundshëm ose një marrëveshje me lëvizjen vetvendosje, do zhvendosemi pas pak. Diskutojmë vetëm me një çështje tjetër shumë shkurt, reagimin e presidencës që doli më njëherë. Ne edhe në analizat e djeshme që patëm me politologë të ndryshëm, me njohës të kushtetutës, u diskutua deri diku se në vendim u përdor një terminologji e butë, e cila më pas u la edhe të interpretohej disi edhe nga presidenca. Në rast se kemi regjia, po besoj që na ndihmon edhe në dalje që ta shohin reagimin. Në anën tjetër, po e citoj vetëm pjesën e fundit. Deklaratat të presidencës, deklaratat politike për kinë shkelje kushtetuese tregojnë edhe keqlexim të aktgjykimit, por edhe politizim të skajshëm të një situate tashmë të qartësuar nga gjykata kushtetuese, që dështimi për zgjedhjen e presidentit të vendit është i deputetëve dhe si pasojë mungesës së vullnetit politik për të arritur konsensus rreth zgjedhjes së presidentit. Po është sigurisht kështu, siç thot presidentja, për shkak se ajo nuk ka mundë as teorikisht që ta nominoj vetveten, për shkak se do duhet t'i kishte 30 nënshkrime të deputetëve, dhe ato ne nuk e kemi pa, dhe pse lëvizja vetëvendosje ka deklaruar që jo që do t'i ketë 30 nënshkrime, po do t'i ketë të gjithë nënshkrimet e deputetëve të lëvizjes vetëvendosje, ata që janë edhe në koalicion me vetëvendosjen, e që janë 66, mirë po mungojnë 14 të tjera, dhe do duhet ishin spaku 84, 85, që tjetë e sigur që presidentja Vjosa Osmani të rizidhet edhe nëherë me një mandat. Dhe mendoj që ajo ka qenë e kujdesshme për shkak se ka mund edhe që t'i caktoj zgjedhje do të në momentit që e ka shpërnda parlamentin me dekretin e datës 6 mars, këtë nuk e ka bërë dhe tani secili faktikisht mund ta sheh, unë nuk besoj që ka tash mundësitë interpretimit të ndryshëm të aktgjykimit gjykatës kushtetuese përveç ashtu siç është e shkruar. Dhe tani këto 34 ditë, se është shumë interesant ndoshta për ata që na shohin, janë 34 ditë duke pas parasysh që pjesa tjetër, këto ditë të tjera, nga 60 ditë janë shpenzuar në tentativën për zgjedhjen e presidentit të ri të Republikës tonë. Dhe nuk është numri rastësishëm, do të thotë faktikisht gjykata e kanë atë 60 ditë. Numri i ditëve të mbetura dhe ata do t'i kenë gjithë këto ditë. Tani kanë 32 ditë që të negociojnë dhe kanë të drejtë faktikisht që të caktojnë sa më shpejt aq më mirë, do thotë në Parlamentin e Kosovës seancën ta caktojnë kuvend për të tentuar zgjedhur presidentin e ri. Këta munden çdo ditë faktikisht të caktojnë seanca, mund të jenë seanca të përsëritura, munden kandidat të cilët kanë dalë 2 kandidat nga lëvizja vetëvendosje të ndrohen dhe mundet faktikisht secila parti politike e cila i ka 30 nënshkrime të deputetëve të Kuvendit Kosovës që të nominoj këdo që mendon nga radhët e veta që është ident, themi që të jetë president apo presidente. Që mos harrojmë një fakt. Dhe kanë mundësi që të propozojnë dike që fare nuk është deputet, që është krejtësisht jashtë Parlamentit Kosovës, ne kemi figura eminente që e përfaqësojnë denjësisht Kosovën dhe nëse ja duan të mirën shtetit Kosovës, duhet veprojnë dhe jo faktikisht. Gashi përqen me i drejt për drejt, a ishte i duhur reagimi presidencës, sepse dje u konsiderua deri diku më pas edhe si një reagim i panevojshëm që erdhi
tehet i gjatë edhe i ngutur, me njëherë pas verdiktit e njëjta kërkoj që direkt partit urgentisht të ftonin një seancë për zgjedhjen e presidencës dhe në kësaj përçë ndoshta më të thjeshtë edhe për publikun. A ishte i duhur komentimi nga presidenca? Unë mendoj që po, për shkak se komentimet që kanë ardhur nga presidenca janë që faktikisht secili ka të drejtë, sepse kam dëgjuar lloj-lloj mendimesh që thonë që fjalët më të buta i ka përdor gjykata kushtetuese duke deklaruar që dekreti i datës 6 mars nuk prodhon asnjë efekt juridik dhe që sipas disave është dashur që ta shkruajnë që është jo kushtetuese. Po secili mund ta lexojë mënyrën e vet, mirë, po kjo është i shkruar në 3 gjuhë dhe në të trija gjuhë askush nuk përmendet që është shkelje kushtetuese, mirë po thonë që nuk ka efekt juridik. Dhe ata që sigurisht nuk janë të mendimit që ta kemi Vjosa Osmanin përsëri si presidente mund ta komentojnë në mënyrë të themi kështu fyese edhe aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, mirë po ne duhet t'i besojmë asaj që është e shkruar dhe jo t'japim mendime të kundërta në raport me këtë. Dhe mendoj që ata që komentojnë që po që se do të ishte shkelje eventuale e rënë e Kushtetutës Kosovës, atëherë presidentja do të shkarkojë që nuk është e vërtetë. Ata mendojnë që në mënyrë automatike me daljen e aktgjykimit të gjykatës kushtetuese do të bëj shkarkimi i saj, gjë që nuk është e vërtetë, sepse edhe po të ishte ashtu, prapë do të ishte në duar të 80 deputetëve të Kuvendit Kosovës që gjithmonë mund votojnë do thotë për shkarkimin e presidentit apo presidentes, gjë që nuk ka ndodhur. Dhe tash është e çuditshme. Pse na e çojmë ujin apo themi kështu energjinë tonë e harxojmë në raport që a mund apo nuk mund të shkarkohet presidentja, në vend që këtë energji, ata që janë kompetent, ta harxojnë, ta shpenzojnë interes shtetit Kosovës dhe përfundimisht të merren vesh se kush do të jetë presidenti apo presidentja e ardhshme. Dhe atë që unë mendoj që do të ishte një hipotezë shumë i mirë i qelluar politik, po që se PDK-ja apo LDK-ja, apo të dyja së bashku, apo edhe AK-ja, ndoshta jo një nga ne, po ndoshta të bashkuar, ta propozojnë presidenten Vjosa Osmani edhe për një mandat të ardhshëm. Dhe atëherë besoj që lëvizja vetëvendosje se do ta bënin këtë Gashi, vetëm për ta kundërshtuar vetëvendosjen. Do ta kemi zgjedhjen e saj edhe për një mandat, sepse nëse partitë opozitare e propozojnë Vjosa Osmanin, sepse lëvizja vetëvendosje në krye me Albin Kurtin kanë deklaruar me dhjetra herë që nuk kanë mund të sigurojnë votat për te që do duhet të ishin mbi 80 dhe kemi pas zotin Kurti që ka thënë që edhe me 80 edhe me 81 është shumë rrezik i madh, qofse një deputet apo dy deputet nuk vinë në Parlamentin e Kosovës dhe ka qenë preferuar që të kemi 84-85 deputet. Dhe ja që tani e kanë topin partitë opozitare që të deklarohen me veprimet e tyre, jo me fjalë, që a dojnë të kemi president. A i bie kjo që e kanë rastin tani, Gashi, që ta mbështesin lëvizjen vetëvendosje për muri, me një propozim të tillë. Ashtu, po mund thuhet edhe ashtu, por unë besoj që ta testojnë vullnetin e lëvizjes vetëvendosje për të pasur presidente edhe për një mandat tjetër të zonjës Vjosa Osmani, sepse na dikuj duhet t'i besojmë. Nëse na nuk i duhet t'i besojmë Albin Kurtit, i cili me 10 herë, ai nuk ka folë privatisht, ka folë gjithmonë, themi kështu, deklaratat e tij janë të incizume, janë të shkrume, që ai presion që u bë shumë i madh me datën 5 mars dhe që ishin edhe para datës 5 mars, që numrat nuk janë dhe ato negociatat që janë bërë me partitë politike opozitare, unë besoj që kanë qenë për të marrur garancione nga ta që të qëndrojnë në sallën e Parlamentit Kosovës, sepse është qëndrimi i tyre dhe vota e tyre që duhet të jenë mbi 80, që me siguri 100% Vjosa Osmani do të zgjedhej, mirë po kalkulimet e tilla politike tash edhe mund të ndryshojnë, të thotë, dhe jemi në situatë që me të vërtetë nëse ja dojnë të mirën shtetit Kosovës, ta nuk duhet të bëjnë kalkulime të tepërta, por thjesht merren vesh për Vjosën, jemi marrë vesh për Vjosën. Nëse nuk është Vjosa, atëherë duhet kandidat tjerë të jenë, por jo PDK-ja, posaçërisht të lunë me sy mbyllër kështu, dhe thot na siç kanë thonë më herët, që i kemi 2 deputet, emrat nuk janë publik dhe që blanko në mënyrë faktikisht edhe të shkruar, se tash janë bërë më të mëshëm deputet, po kërkojnë me shkrim garancione nga Albin Kurti, nga vetëvendosja që ka deputet që nuk i njohin që do t'i votojnë pa marrë parasysh kush janë ata. Përveç që do duhet ja u sigurojnë votat
në nënshkrimet faktikisht të PDK-s, edhe në mënyrë të pa e ditur fare të zëtojnë me shkrim që do të votojnë këtë që PDK-ja e nominon për president të ardhshëm. Argjend, para se të kalojmë tek këto skenarët, fillimisht se e për reagimin e presidencës. Unë mendoj që presidentja faktikisht pajtohen plotësisht në atë që presidentja nuk ka bërë shkelje të kushtetutës në këtë me dekretin e saj, sepse ajo ka përdorur vetëm të drejtën e saj, të cilën e ka të garantuar me kushtetutë. Prandaj edhe gjykata kushtetuese nuk i është referuar me termin që ka shkelje kushtetuese. Prandaj ajo qartazi ka thënë që ky dekret vetëm nuk përbën elemente juridike, pra nuk krijon precedent juridik ose efekt juridik dhe si rrjedhoi sajna besoj që edhe unë pajtohem plotësisht që nuk është në kundërshtim me kushtetutën edhe nuk ka shkelje të kushtetutës, edhe tendencat edhe kushdo që tenton ta thotë atë se në momentin që presidenti e shkel kushtetutën duhet të shkarkohet, sepse nuk parashihet askund shkarkimi i presidentit vetëm në rast të ndonjë tradhti ose janë të parapara. Po ato janë të parapara, por me shkelje të kushtetutës nuk parashihet që të shkarkohet presidentja. Prandaj edhe në këtë rast, megjithëse e kam thënë edhe më herët që nuk ka bërë shkelje kushtetuese presidentja me dekretin e saj. Nëse lejon, me qenë ndoshta edhe pak sa më interesant. Ne kemi pas 2 aktgjykime të gjykatës kushtetuese që do thonë i ka shkarku 2 president Kosovës. Jo. Po nuk i ka shkarku. Ka dhënë ndërheqje. Gjykata kushtetuese i ka dhënë vrejtjet e tyre, do thotë në situata të ndryshme, sa unë e di për zotin Sejdiu, ka qenë do thotë që ai nuk mund t'i mbajë 2 pozita, edhe kryetari i LDK-s, edhe presidenti i shtetit Kosovës, dhe sa i përket zotit Bexhet Pacollit ka qenë problematika e një deputeti, do thotë kvorumi. Dhe për këtë arsye, gjykata kushtetuese nuk ka fuqi juridike që me on t'i shkarkosh, sepse ta nuk kanë aktgjykime ekzekutive, si që janë faktikisht në lamin penale që gjyqtarit e dënon diken, pastaj shkir mjetet juridike dhe përfundimisht i vje puna nëse është i dënu me burg me shku në burg, nëse janë çështje tjera, do të thjesht ato dënime më kry. Mirë, po pas tyre 2 aktgjykimeve për president të mëhershëm, deputet e kanë konsideru, do të dhe me vota, duke ju përmbajt aktgjykimeve të mëhershme, i kanë shkarkuar 2 president, zotin Sejdiu dhe zotin Pacolli, që i bie në këtë rast as që përmendet, faktikisht është larg menve, që dikush hup energji për a duhet me shkarku Vjosa Osmani. Sepse fundja kanë mbetur vetëm më të pak ditë. Shkarkimet që ato i përmend këto, më shumë kanë qenë politike, për arsye sepse po gjithçka sepse presidenti zakonisht shkarkohet kur bën shkelje të rënd kushtetuese. Po edhe mi bën aty ka qenë më shumë lëvizje kushtetuese. Nëse s'ka sunë shkarkon. Jo. Deputet pastaj të interpretojnë kuvendit duhet ta interpretojnë atë aktgjykim dhe mbi 80 deputet duhet t'japin votën për shkarkimin. 30 nisë iniciativa edhe 30 fillon. Unë mendoj që presidenten Vjosa Osmani do ta kemi sepse ashtu është deri me 5 prill, pastaj nëse këta nuk e zgjedhin presidentin e radhës deri me 5 prill, Albulina Haxhiu do të jetë ushtruese e detyrës së presidentes Kosovës dhe pastaj do të egzaurohet ky afati prej 45 ditësh. Kështu që nëse vjen deri tek kjo situatë, mendoj që nuk është mirë për shtetin e Kosovës, për ne qytetarët të Republikës Kosovës, sepse po shkojmë me një rreth rotacion që mund ta bie situatën prapë njëjtë për 5-6 muajve, sepse do t'i kemi datën e caktuar. Pas 45 ditësh, do të mbahen zgjedhjet, pastaj numërimi, rinumërimi, kush çka ka vjedh, çka ka bën. Do shkoj pothuajse edhe një vit. Ndoshta apo korrekt, mund të kemi zgjedhje prapë të parakoshme që i bie është një katastrofë e vogël, e cila shndrohet do të thotë një dëmtim tepër të madh edhe të buxhetit Kosovës, por edhe humbje energjisë së qytetarëve që thonë, "More na pivotojmë non-stop", po këta thjesht pikryjnë detyrat e tyre që ti kemi institucione sa më shpejt pas secilës zgjedhje dhe mendoj që tani nuk mund ta akuzojmë asken, nuk mund të ta njollësojmë asken, përveç që duhet të njollësim deputet shqiptar në Parlamentin e Republikës Kosovës, nëse nuk arrin do të thotë edhe kësaj radhe që të kemi presidentin dhe pastaj kemi qeverinë Kurti 3, ti kry punët e veta dhe gjitha institucionet i kemi. Pse po e them shqiptar? Kuptimin që edhe minoritetet e kanë obligimin e tyre, por minoritetet jo sërbe, sepse nga lista sërbe që është marrë dhe me përmend që ata mund t'japin ndonjë kontribut që t'i kemi institucionet, sepse janë partitë të cilat gjithmonë shtetin e Kosovës e shohin me një sy ndryshe, respektivisht e shohin me syrin e Aleksandar Vučićit.
Argjend, e përmendi gashi një skenar të mundshëm se si partitë opozitare mund të testojnë lëvizjen vetëvendosje duke propozuar Osmanin sërish. Shqo, mënoj që partitë opozitare nuk kanë arsye që ta propozojnë më zonën Osmani, për arsye sepse zoni Osmani nuk ka dhënë indicie ose nuk ka qenë bashkëpunuese me partitë opozitare. Ndoshta LDK-ja mund të marrë një iniciativë të tillë, por nuk mund t'i përdorë në shkrimet e PDK-s për ta kandiduar zonën Osmani, sepse tash vetë se po shihet një parafrim në zonën Osmani me lidhjen demokratike të Kosovës, por kjo nuk përbën me shtytje që Partia Demokratike t'ja jap në shkrimet. Por ajo se çfarë është më e rëndësishme është rregulloria e re e kuvendit, nuk parashet që në shkrimet mund të tërhiqen më tutje. Për shembull, nëse deputetët e vetëvendosjes kanë dhënë në shkrimet për kandidatin Konjufca edhe Mullhoxha, të njëjtit nuk mund t'i tërheqin në shkrimet, sepse rregulloria e kuvendit ashtu po parashiket që nuk mund të tërhiqen në shkrimet dhe më tutje të ripërdoren. Bie që s'kemi kandidat. Pra, në këto rrethana nga vetëvendosja nuk do të mund të ketë kandidat, por edhe deputetët e vetëvendosjes nuk mund më tutje të dhënë në shkrimet për një kandidat të një partie tjetër. Që rrjedhimisht kjo është një farë na qet në një farë hamendësimi se domosdoshmërisht pashmangshëm mund të shkojmë drejt zgjedhjeve, sepse partitë opozitare nuk e kanë vullnetin, e dyta nuk i kanë numrat për me votu presidenti, pra për me fitu garën brenda në kuvend, dhe si rrjedhoj e kësaj pashmangshëm do të shkojmë drejt të zgjedhjeve. Kandidati mund të tërhiqet, do të thonë sipas rregullorës kandidati mund të tërhiqet, por të njëjtat në shkrime nuk mund të përdoren kështu ishte rregulloria. Kështu ishte rregulloria. Pra pashmangshëm na drejt interpretime të ngurta sepse nuk ka normale dhe asnjë me menu që dikon mund me bë president me zër. Jo, në kuptimin e asaj ata nënshkrimes mund të jenë të djegura. Për shkak se ata kanë dalë me nënshkrime të caktuara, sa unë e di janë 30, po sado që të jenë, faktikisht është mundësia juridike që të ndrohet kandidati. Që të ndrohet kandidati nga lëvizja vetëvendosje dhe për partitë tjera nuk mund të themi që të ndrohet kandidati se s'kan pas kandidat fare. Po që se për shembull me datën 5 mars vetëvendosja nuk do të propozonte zotin Konjufca për president të ardhshëm, nëse zgjidhet normalisht dhe zonja Mullhoxha e cila ka qenë faktikisht aty sepse është obligative që të kemi spaku 2 kandidat, atëre po i bie që jo vetëm i kishte rap, që jo vetëm opozita, që s'po ka kandidat, por po i bie që dhe partia fituese e zgjedhë në mënyrë absolute, vetëvendosja kinë se nuk ka asnjë kandidat të denjë për të qenë president i Kosovës, gjë që nuk është e vërtetë. Dhe kjo do të parandalohet ky skandal politik, është propozuar zoti Konjufca dhe që nuk i mori votat për shkak se votat nuk ka mujt mi marrë për i deputetëve që s'kanë qenë aty. A i mori gjitha votat vetëm të lëvizjes vetëvendosje, 66 deputet dhe deputet nuk erdhen fare në Parlamentin e Republikës Kosovës, gjithë deputet opozitar. Do të spaku njëri të ishte aty në salë, mirë po ata pashmangshëm ne do të shkojmë drejt zgjedhjeve. Për arsye sepse këtë e ka dëshiruar më së shumti lëvizja vetëvendosje që të shkojë drejt zgjedhjeve dhe Albin Kurti me qëllime të caktuara. Për arsye sepse Partia Demokratike, në këtë rast PDK-ja, i ka ofruar mundësinë që mos shkohet në zgjedhje. Duke propozuar 2 kandidatë të cilët do duhet të ishin nga Partia Demokratike e Kosovës me një marrëveshje politike, pra do ta kishim sot presidentin dhe do të vazhdonte qeveria. PDK-ja nuk mundet një subjekt politik kur e din që nuk i ka numrat, pa një garancë, pa një marrëveshje të shkruar. Saktësisht sepse sjellja e PDK-s në këtë rast ka qenë plotësisht korrekte me vetëvendosjen edhe sa edhe me qytetarët, për arsye sepse e njëjta ka kërkuar marrëveshje politike, pra që t'i garantohet që e njëjta do t'i kandidojë të 2 kandidatë. A do duhet PDK-ja të votonte po e marrim një situatë hipotetike ku PDK-ja do ishte e para dhe do ishin në të njëjtat situata dhe lëvizja vetëvendosje shkon me një kërkesë, ka 2 kandidatë të saj, për cilët nuk i din Partia Demokratike e Kosovës. A do
do duhet i votonte? Nuk është se nuk ka thonë, askush që nuk do dihenishin kandidatët. Se pari PDK-ja, shumë qartë PDK-ja e ka thonë, okej, ne po e bëjmë marrëveshjen politike, që ti do të na japsh nënshkrimet dhe votat në kuvend. Për dy kandidatët. Dhe me tutje ne do t'i propozojmë, me njëherë pas marrëveshjes, do t'i propozojmë edhe dy kandidatët tonë dhe ti do të na i votosh. Pra, qytetarët po mendoj, Partia Demokratike ka qenë plotësisht korrekte në raport me zgjedhjen e presidentit dhe i ka ofruar mundësi. Mund t'ja po shtinë në shkrime personalisht për dikë që nuk e di. M'pare, mundemi me bë marrëveshje për një çështje të caktuar. Më tutje në këtë rast për rastin e presidentit dhe okej, unë t'i jap votat për kandidatët tuaj, që më e bëj marrëveshjen parim edhe ti në kuvend i propozon kandidatët. Kjo ka qenë qëllimi i PDK-s. Nuk është normale, sepse diçka që nuk është normale, që sta rrok truni, s'ka dove me lexu kurfar rregullore, as kurfar ligji, as kurfar neni, cili do leq, qoftë edhe të kushtetutës. PDK-ja, do thotë, ka kërku fillimisht në nënshkrimet nga Albin Kurti, nga vetëvendosja, sepse nuk i ka. Tash si ka faj kërkush PDK, si ka 23 deputetit, si ka 30, as për nënshkrime. Pibje, ka qenë do thotë duke kërkuar, mos me onë lyp, nënshkrime se si kanë. Pastaj, numër 1 pi kërkojnë nënshkrimet. Ne. Numër 2, ata po e ndryshojnë logjike normale, do thotë me deklarimet e tyre. Këta po kërkojnë veprimin numër 2, Albin Kurtit, do thotë veprimin numër 2, m'ja u garantu para se këta ta bëjnë veprimin numër 1. Kjo është marrëveshje tonë. Po logjik. Ja, kjo është marrëveshje tonë. Po, okej, po, jam të gabojën, sa ma shumë gaboj ma mira. Që po i bje numër 1, do thotë, pe kërkojmë na veprimin 2, që dyshin që knej, që në 2 letra i kam, ti me na i nënshkru që to që kimi na i përkra kandidat pa e dit. Numri 1 duhet jenë kandidat me emra dhe me mbi emra, dhe nëse kishin qenë, faktikisht që nëse kishin qenë okej, ndoshta e kjo do të bëhet, po jo me lyp veprimin 2, pa e kry veprimin 1. Jo, unë mendoj që atëherë pro njerëzore nuk ta qet matematikën mirë, as politike, as juridike, as matematikore, bëma veprimin numër 2, garantoma me shkrim, pastaj ta tregoj veprimin numër 1. Do thotë nonsens total. Veprimi numër 1 do duhet të ishte marrëveshja, që në këtë rast lëvizja vetëvendosje i ka ikur marrëveshjes me Partinë Demokratike. Jo më rëse edhe logjika në qenë atë se veprimi do duhet të ishte në më javë spjegu që po kërkon. Kërkon në shkrimet, kërkon zotimet me shkrim PDK-ja, pa i dit emrat e kandidatëve. Shka nëse janë kandidat do të totalisht të padenj, dhe jenë 2, ata s'kanë thonë 200, dhe po mirë, po thomë që dikush që është, dikush që është super i mirë për diken, për të tretin mund me qenë. Në një situatë normale, kandidatë sa Osmani, çfarë probleme kanë pasur me votu? Tom, na po flasim, ashtu siç po fleti, është gjithmonë situata normale, sepse për ta zgjedhur presidentin do duhet të kishte një debat më të hapur në shoqëri, ndoshta një vit më herët se kush do duhet të ishte presidenti. Por ne jetojmë në një ambient politik të atij të kontaminuar, apo kupton, është e pamundshme. Pra në këtë ambient, jo, ti po thuaj, çortun edhe erën e kaluar ta thash. Normale nuk lejon veprimin 2 me kry para veprimit 1. Veprimin 1 do të ishte, Blendi na tha shumë më mirë se ne ti që pesharojmë, emrat e kandidatëve potencial që janë bëu publik. Mundesh ti me kandidat si kanë, kur si pe lyp veprimin 2 me shkrim pe vetëvendosjes. Tona unë ti tregoj që kush janë. Ajo i bjen ai diçka shumë për pak pazarme që na thjet. Pe propozojmë ne na emrat e numrat. Ska se çfarë malli komë shit për 1000 euro. Nuk është normale. Ti dush me pas shka po don me ble, jo me shndrova në treg. Nuk po normale. PDK me të drejtë nuk ka po don me drejtë. Partia Demokratike me të drejtë nuk i ka dhënë emrat sepse e din që nuk i ka numrat. Tash kur në momentin që PDK i siguron numrat me vetvendosjen, atëherë normalisht që do dilin me kandidatët. Dhe kur do dilin me kandidatët, vetvendosja do të mund të shtrinte debatin me PDK-n se për cilin kandidat janë. 2 kandidat janë, njëri mund të jetë më i mirë, njëri mund të jetë më i keq. Dhe tash, vetvendosja ama veç 2 kandidat. Fjala po vjen. Dhe tash, dhe tash 2 kandidat do të bëhet zgjedhja më e mirë në këtë rast. Po, krejt okej. Mirë po, a do këtë ty normale? Ty, se veç unë e ti po folim këto. Që mi pas 2 kandidat, jo 10, edhe ti me kërku veprimin e dytë. Do thotë që vetëvendosja me shkrem
mu zëtu me shkrem, dhe thot mu zëtu që ka me ti votu që ta 2 deputet. Njenin për i që ty në dëve. Pa e ditë para pa e praktikë ditë emra. Sepse ata kanë një Edhe që kjo është këgja, Abedin, si to ma përmend e gjike, jo. Nuk ka mundur, është e pa mundshme ti. Hajde gjojmë të jam, sheftas. Jo, ndëgjam, ti është e pa mundshme me shku me propozu emra për kandidat për president, kur e din e ki të qartë që nuk i ki numrat. Pa të rejtë edhe më keqë. E po ti e ndëgjam, të rejtë me shantazhu lëvizjen në vendosje. Kjo është marrëveshje politike, jo. Kjo është marrëveshje politike. Ti, zotri, i siguron numrat. Ti kime mi votu blanko për të proceson. Jo, ashtë jo. A ka kërku vetë vendosja marrëveshje politike me subjektit opozitare. Po. Tash, shkuar për dënë, okej, po bojmë marrëveshje politike, siguromi ti mu numrat në kuvend. Se mja siguru i ka bërës dishka vetë vendosja. Po dënë marrëveshja jo atom. Po nëse s'dënë marrëveshja, atëre shku në zgjedhje. Ajo si me elefantin, do të jemi caktu regullat e elefantit, a jo. Jo, po ne jemi politik, a jemi për të mirën tomë. Jo, na jemi për krimin e institucioneve. Kur jemi për krimin e institucioneve, atëre duhet bëjmë lëshime. 6 deputet. Para një muaj, ka ndryshu diçka dhe a besën se ka diçka që do të shkojnë ndryshe në këto bisedimet që do t'jenë tani në këto 32 ditë. Nuk e di edhe për çfarë do të bisedojmë, për arsye sepse pashmangshëm ne do të shkojmë drejt zgjedhjeve. A mund të përsëritet ky skenar, pra ku partitë do të takohen dhe thjesht do thuhen fjalët e njëjta. Ata kanë mund të takojnë. Sa herë ka deklaruar do të thotë që ka propozu që t'i takoj lider politik, do thotë edhe paranëzire sa gjykimit gjykatës kushtetuese. Të njëjtë drejt, se kanë dhënë qëndrim negativ, kundërshtuar. Asnjës ka thënë negativ. Kanë thënë se do të jenë të gatshëm më njëherë pas vendimit të gjykatës. Pas vendimin e gjykatës. Po, por ende nuk i ka ftuar prap, nuk i ka ftuar. Po mirë, po çfarë më bë për 2 ditë? Ata njerëz për 2 ditë faktikisht kur gjë mund edhe të bëhen marrëveshje. Dorentina, me qenën e Vendi konstituuar u bë qeveria për dy. Tash si kemi 34 ditë. Qëtash po folim, i kemi 32, esri kemi 31, edhe ora apo ditë po shpenzon. Po unë menoj që edhe që shpenzon disa ditë nuk është funi i botës. Po ajo që do duhet këta të fillojnë faktikisht ritakimet, kanë pas takim ku ka qenë loj presidenti Osmani, ritakimet e tyre do të thotë me shku në frymen e zgjedhjes presidentit, sepse nëse këta nuk dojnë me zgjedh presidentin, atër kanë me përdor taktika tjera politike që eventualisht që nuk dëshiroj faktikisht se së vetë nuk bashkërkush që të shkojmë zgjedhje të parakoshme dhe atëre kampanjat që do t'jenë para zgjedhore do të shkojnë të fajsimi i atyre që qunë vendi në zgjedhje të parakoshme. Që kjo ka ndodhë në fakt edhe gjatë partitë politike tomë kanë filluar të bëjnë fushatën disi duke krijuar narrativa për njëra tjetrën. Në anën tjetër, duke parë klimën, sepse desha kur ishim tek çështja e vendimit të gjykatës kushtetuese, mos ta kalojmë edhe një detaj tjetër për të rikthyer sërish tek kjo temë. Nuk u specifikua edhe një herë tjetër në rast se duhet me patjetër që deputetët të qëndrojnë brenda. Jo, ata kanë obligim që gjykata kushtetuese nuk është gjykatë penale. Nuk është gjykatë do të thotë që merret do duhen ndoshta sepse po interpretohet pas nga deputet po thonë ata duhet të qëndrojnë në sallën e Parlamentit Republikës Kosovës. Mirë, po gjykata kushtetuese prapë them nuk është gjykatë penale. Kanë obligim. Jep sanksione, po kanë obligim se për shkak kena zgjedhën ata se kena zgjedh aty veç me marr rroga edhe thjesht kur gjë mos më bë. Por kjo mbetet në vullnetin e deputetëve, për arsye sepse kur deputetët Albulina Xhiu në notën kur u thirr seanca për çështjen e prezidentëve e presidentit lexonte ligjet dhe thoshte se duhet me patjetër dhe nuk është kur deputetët nuk janë të obliguar. S'mund është mi nal aty, s'mund është mi lidh, s'ka policia, s'mund është mi lidh çaty edhe ato se mos ata. S'mund është mi policia as prokuror. Mirë, po ata për me shfaqë atë që e kanë epitetin e të përfaqësuesve të popullit duhet me qëndru dhe i kanë drejtat e tyre me votu për, kundër me abstenu. Mirë po, nëse nuk qëndrojnë, atëre këta do t'ju hakmeret faktikisht qytetarët e Kosovës do t'ju hakmeren partive politike sepse po e qojnë vendin në zgjedhje të përsëritur të parakoshme. Partive politike opozitare, sepse njëjtën kisha thonë nëse vetëvendosja në matematika tjera nuk ishte me qëndru faktikisht në Parlamentin e Kosovës dhe ne edhe pse vetëvendosjes duhet ta dim, duhet ta thojmë haptas,
vetëvendosjes nuk ka kurrfarë logjike, çfarë do që ta marrëm që me vetëvendosja me kërku me shku në zgjedhje të parakohshme kur për herë të dytë, po flasim tani për tani, pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit i ka 51.11%. Do thotë diçka do të mos me pa mirë, do të me pa syza tërta, do dojna me shku në zgjedhje. Vetëvendosja të lëshoj në këto bisedimet që do të bëhen. Unë mendoj që po. Për të shmangur zgjedhjet, sepse, siç po thonë edhe ju, nuk i konvenojnë. Vetëvendosjes nuk i konvenon. Gjitha partive tjera, opozitare, shqiptare, ju konvenon me shku në zgjedhje se kushtimisht për thëmë, ma keq se që janë qitash, do thotë nuk besoj që i mujnë me konë. Mirë po, nëse këta me inskenimet e tyre, partit opozitare, prap nuk japin kontributin e tyre për zgjedhjet të presidentin, ta do të ndëshkojnë në ranë nga qytetarët e Kosovës në zgjedhjet e ardhshme të parakohshme. Mirë po, kujna nuk i konvenon? Definitivist nuk i konvenon lëvizjes vetëvendosjes, sepse a mundet me fitu vetëvendosja ma tepër se 51%? Mundet. A din Albin Kurti që thotë edhe mundet, a din? Mirë po, me këtë rezultat. Gjithë ato gashi ka zëra që po thonë se Kurti po dëshiron që të shkoj vetë në zgjedhje për shkak se nuk i do më 51% për që të për thëmën, a mundet me fitu ma tepër se 51% mundet. Po kur i ki 51%, atëre pu dashka që vetëvendosja me fitu mbi 80%, do thotë që me mujt edhe në zgjedhjet e ardhshme të parakohshme me zgjedh parlamentin, qeverin, kur ti 4 i bjen, edhe me zgjedh presidentin apo presidenten. E a mund mu fitu 80%, është paksa, do thotë, e dëshirueshme, por se di sa është e mundshme. Pi bjen që edhe me 79%, jo me qenë të në i qartë. Pi bjen që edhe me 79%, kuptimin falë, edhe me 79 deputet. Nuk ja rrinë sërish... Nuk po arri ka mi zgjedh presidenten, po parlamentin, po qeverin Kurti 4... Ajo më pas ndoshta nuk e di sa do ishte e dobishme edhe për Kosovën. Do të ishte fatkeqësi. Ja thotë sa fiton qatë qeveri, se nuk mund me ona diçka. Mos na votoni bre shumë se s'po na vyni 50%. Është çmenduri. Sa ma tepër fiton, sepse lufta është për pushtet. Sa ma tepër fiton, aq ma tepër ki institucione nën menaxhimin tonë. Sepse institucione dhe parlamenti, është qeveria edhe presidentja. Po nëse përdorëm logjikën e kundërt, që jo blend po e thoni në mënyrë figurative, jo që po dëmton diçka, pi bjen që partit opozitare, veç me nejt kam kryq, me pi nejt qaj, ose diçka tjetër dhe me ona diçka. Deshi votona, ndeshi mës na votoni. Jo, s'është ashtu, sepse këta me mishe me shpirt, se cila parti politike, do të tenton që sa ma tepër të fitoj në kur do që i kanë zgjedhjet, sepse ata e dun pushtetin, e në pushtet do të me pas dikan, s'mujna me liu anarki, por jo që faktikisht pa i dhonë zër, që i mund është i me marrë rezultat, sepse keni pas zëtin Kurti, Albin Kurtin, a i ka qenë një dit ka qenë kushtimisht për them Gjakov, njëjtën dit ka qenë Prishtin, njëjtën dit ka qenë Gilan, njëjtën dit ka qenë dikun anë banë Kosovës. Këtë e kam bërgjë. Ta tjerti që të shëndo analistat lëdhë, të menu që analistat kanë mjaftu zhjede partive politike opozitare, sepse ka qenë edhe kundërta, jo, s'pe ofendoj kërkan, se s'përmena emna, jo, a dikush ka mujtë dhe mu edhe ty me na, po nasjena, unë s'pa ku s'jem analista, edhe në kështu, mirë po, ata njerës kanë menu që këta, prej studiove televizive, ja osigurojnë vota të mjaftueshme. Të shonë që shmendën softolli, sepse po shë se nuk po pajtën që as për afërsisht e me kalu pragun dë shtatë zgjedhor, të kjo, jo më rëna, po dojna me fitu zgjedhje, qysh, do të qysh që është je pragut. Të që e optimist nuk kur t'je gara është e hapër tonë. Gashi, se është e mundër të hysh në një garë ku nuk e synon fitoren më Po pas. thëmë dhe une, bes ti pe thuma mirë se unë. Ti momenti që se synon fitoren, atëre ti pse po hynë garë ne, po kur ti e din fuqin që je i leksh, ti ishtë për me qeni fort, Skenderbeu nga kam su për këta, duhet mu bashkua të thuprat dëmon, që një ka një a i thejke, më smishkyu në këto, po kur u bëshin 7-8, smujke, kuptoni ata që kena mësu shkollë. Qaj kushtan, dhe thot, PDK, LDK, AK, mu bo bak. Gashi, softolli, më falë. Pa folë ka shumë to, ma tjera erë, do të me morë një letore, një shkrujtë, se s'ka që do t'i bashkuj thuprat. Me rëndësi është në kuptu se E qartë, dhe këto shprejet figurative, ndoshta ma tjeshta për... Në kuptimin asaj e para në atë se që fanë diskutua për se a janë deputetet të obliguar të qëndrojnë në kuvend. Përveç asaj, deputetet janë të obliguar të qëndrojnë në kuvend, kur ata vlerësojnë se duhet të qëndrohet. Por, ekziston edhe diçka tjetër,
kur deputetët vlerësojnë që po dëmtohet Kosova, në këtë rast vendi, nga një qeveri e caktuar, nga një subjekt politik, ata me të drejtë dhe kanë të drejtën legjitime që të largohen nga salla. Dhe është fatkeqësi për Kosovën që të zgjedhet Vjosa Osmani presidente, patjetër që është, dhe kanë bërë mirë që nuk e kanë ndihmuar këtë proces, por kanë bërë mirë edhe që nuk kanë qëndruar as në sallë, edhe për kënjufcën që nuk kanë qëndruar dhe nuk janë. Zonja Osmani si presidente nuk është që ka arritur as një rezultat as në politikën e jashtme, po as në politikën e brendshme, as në fushën e sigurisë edhe në raportet ndërkombëtare. Përkundrazi, gjatë mandatit të saj ne kemi shënuar rënje në prestigjin dhe rangun ndërkombëtar, kemi shënuar rënje, nuk kemi arritur që të antarësohemi në asnjë organizat ndërkombëtare gjatë mandatit të zonës Osmani, për çka është fatkeqësi. Ajo nuk ka bërë mirë, nuk ka bërë mjaftueshëm, sepse ne nuk kemi pasur asnjë nga që e para ne kemi pasur një ministre fatkeqësisht shumë të dobët të punëve të jashtme. Dhe nuk ka pasur një koordinim, sepse i natet me zonën Zgërvalla dhe zonës Osmani nuk i ka lënë që ata të koordinohen në politikën e jashtme, nuk i ka lënë që të bashkërendojnë aktivitetet, që është panatyrshme që kur ministri i punëve të jashtme shkon në një vizitë dhe fol gjëra të dëmshme për presidentin në rast, po do të thonë gjëra të këqija, po pak më but të dëmshme për presidentin, atëherë normal që edhe secili vend i botës ka mundalë edhe me thonë ka dalë se këta na kanë mundalë të vendet të botës. Dhe mbi këto rrethona, katër njohje treja, dhe mbi këto rrethona, Zonja Osmani nuk është që ka bordit poshës, njëra ndër shtetet të para. Çka ka botë tjetër, a mundesh me thonë, çka ka botë tjetër përveç nga Donald Trump për dalin nga në Shqipëri ku dërgua ftesa. Kushdo që do të ishte presidenti i Kosovës do të ishte në bordin e paqes. Kushdo që do të ishte president në bordin e paqes. Aty nuk kundërshtojnë, po ideja Argjend, aty nuk kundërshtojnë, mirë po ideja është se Osmani të erdhi një ftesë nga Donald Trump direkt asaj dhe jo institucioneve ashtu siç ndodhi me Shqipërinë. Kushdo që do të ishte president, kushdo që do të ishte president i Kosovës do ta merrte një ftesë të tillë dhe do të ishte. Gjatë mandatit të zonës Osmani ne jemi përjashtuar nga fushat e sigurisë, për shembull, nga mbrojtja nga organizimi më i madh botëror i sigurisë, nga NATO, nga Defender jemi. Se mor presidenti i Shqipërisë këtë ftesë? E ka marrë kryeministri. Okej, ç'to po thëmë unë. Me emër me mbiemër. Sistemet politike ndryshojnë. E ka vendosur Donald Trump, këtu e ka vendosur presidenti. Po atëherë kemi, Shqipëria ka një sistem, Shqipëria ka një sistem tjetër. Shqipëria ka një sistem tjetër qeverisë, edhe shtetet e tjera disa janë përfaqësuar nga presidenti, disa nga kryeministra, madje ka pasur shtete që janë ato ka qenë ftuar ato ka qenë ftuar edhe Aleksandr Vučići. A veden, nuk është që është në diçka në bordin e paqes. Kushdo që do të ishte. Duhet të pajtohesh ti, unë dhe gjithë qytetarët e Kosovës që zonja Osmani ka qenë një presidente e dështuar në politikën e jashtme dhe të brendshme në fushën e sigurisë. A beson që do ta ndikojë ju shkon dita mirë. Hajt knaçi tek ta shikues që po na shohin, po më ata që kanë vakt, ata tjerë janë punë. Kush është president më i suksesshëm se Vjosa Osmani përveç presidentit historik Ibrahim Rugova? Ka pas gjithë presidentët kanë qenë më të suksesshëm se Vjosa Osmani. Hajta na një emër. Ka në mendje Argjendi po s'ka. Ka emra? Jo, ka. Argjendi e ruan vetveten se s'ka emra, di se s'ka emra. Mirë, Argjend, kemi pasur, me njerë pas pavarësisë, kushdo që ka qenë president, ne kemi marrë njohje të reja, kemi marrë njohje të reja, kemi antarësuar në organizatë ndërkombëtare, kemi përparuar si vend, kemi fundet të mjaftueshme, pra dhe çfarë kemi bërë me zonën Osmani, kemi dështuar totalisht. Se këta 17 shkurt, na kemi shpallë pavarësinë e Kosovës për herë dytë, po kur e kemi shpallë do vite më herët pavarësinë e Kosovës, as Shqipëria s'na ka njoftë. Që po them, ato njohje
10, 20... Kush kanë qenë ata që na i kanë ndërtuar raportet, kush kanë qenë ai presidentet, pra që na i kanë ndërtuar raportet me Shtetet e Bashkuara. Sa i kanë ndërtuar raportet atëherë kërkushësi Amerikës ka dashur na pa të pavarur. Ma men deklaratën e presidentit Bush Tiranë që tha, a kam thonë Kosovë e pavarur ka me konë. Neve Amerika na ka shpëtuar. Përveç se i kemi ndërtuar raportit presidentit e kalum, i kanë mirë mbajt ato raporte me Shtetet e Bashkuara. Mirë, fajtojnë plotësisht. Se po merr dhe kohë tjetër, po zgjerohet shumë. Se dua të kthehemi edhe tek afati për cilin edhe diskutuam deri më tani. A ka gjasa që të thirret një seancë për presidentin para se të përfundoj mandatin? Normalisht besoj që ka, sepse edhe vetë kryetaria e kuvendit i ka thirrë kryetarët shefat e grupeve parlamentare në një takim, edhe besoj që do të ketë një seancë, por se a do të kemi president të ri, fatkeqësisht nuk do të kemi president të ri, por do të kemi zgjedhje shumë shpejt. Kjo pyetja juaj do thotë po themi që u bë edhe për mua. Unë menoj që është interesi i përgjithshëm i shtetit, do thotë 100% vetëm i shtetit që këta njerët ta gjejnë formulën, sepse me thirr Parlamentin e Republikës Kosovës për çështje të presidentit, pa arrit marrëveshje, pa u siguruar numrat prej 80 deputetëve që me qenë aty, është thjesht humbje kohës, humbje energjisë, por edhe është një signal i keq, sepse i kanë 34, tash i kanë 32, ata duhet njerë me gjetë formulën magjike për president, pastaj thirrja e seancës. Për zgjedhjen e presidentit të ri duhet me qenë vetëm aspekt formal, që do thotë janë marrë vesh, edhe vinë aty edhe votojnë ashtu që janë marrë vesh. Edhe sa më shpejt merren vesh, çaq më mirë për të gjithë ne, çaq më mirë për shtetin e Kosovës, sepse fillojmë me implementu këto, do thotë çfarë qeveria ka premtu, edhe punë me shku marrë, sepse pa presidentin, pa marrë parasysh që parlamenti është funksional, qeveria është funksionale, mirë po pa presidenten, na e kemi këtë handicap, themi që s'mujnë të shkojmë ma përpara. Edhe gjithkush i sheh që datat tash po numërohen mbrapsht, kuptimin nesër 31 ditë, pastaj 30 e më pak, mirë po kishte me qenë aspekt tepër formal, sipas me i pa dëshirueshëm totalisht, që me ardha ta në parlament pa i pas emrat e atyre që dojnë ati kandidatje që dojnë me votu, që të qëndrojnë 80 deputet dhe që pas asaj kohe, na faktikisht i kemi 3 institucione, sepse pa institucionin tretë, presidentes të dyja, kanë faktikisht tepër pak mundësi që me punu në drejtim të zhvillimit shtetit tonë. Po, edhe një çështje Argjend, sa e ka dëmtu edhe ky vendimi i gjykatës kushtetuese, po edhe po themi deri diku sjellja e presidentes Osmani në këto ditët e fundit para elektoratit të saj. Po mendon kënë e ka dëmtu lëvizjen vetëvendosje? Jo, a e ka dëmtu presidenten Vjosa Osmani? Duke qenë se njëjta, si që të ka deklaruar vetë, synon që të kthehet. Takimet realisht të fundit me qytetarë u duken më shumë edhe si. Jo, që sjellja e zotit Kurti në raport me zonën Osmani ka krijuar, edhe më herët e më thonë, ka krijuar një momentum politik për zonën Osmani, që ajo të shihet një farë lloj heroine në mesin e popullit. Dhe kjo normalisht nuk do shumë për me po, për arsye sepse ne po i shohim edhe vizitat e saj, mirëpritjen e qytetarëve, fjalët e qytetarëve. Por ky është pra momentum për zonën Osmani. Ndarja e zonës Osmani. Nuk e dëmton as vendimi i gjykatës. Jo, gjykata e ka thonë qartë që nuk ka krijuar, nuk ka efekt nuk ka efekt juridik dekreti, ajo ka kryer sakt punën e saj si presidente. Saktësisht ka vepruar ashtu siç i takon, siç thirret pra në kushtetutë. Saktësisht. Nuk ka asgjë tjetër. Dhe mbi këtë, opinion, ne mund të themi në një anën se tjetrën, por realiteti është kjo që zona Osmani nuk e ka shkelur kushtetutën me dekretin e saj, sepse ka vepruar saktësisht drejt. Por se a do ta dëmtoj zonën Osmani largimin nga binomi dhe nga bashkëpunëtori i saj më i ngushtë, këtë nga zoti Kurti, normalisht që do ta dëmtoj, sepse zonja Osmani ka dërguar atje një mini subjekt politik, këtë që ka qenë lista Guxha, dhe tash vetë deputetët e listës Guxha nuk janë më me të. Pra, ajo do të shkëpus një pjesë të elektoratit nga zoti Kurti, por jo gjithë elektoratin të cilin japat tërheq LDK-s, pra nuk do ta sjell më në LDK, pavarësisht tendencave të saj për të shitur që do të jetë kundërshtare e fortë e Kurtit. E kam thënë edhe javën e kaluar që ishim bashkë, gara nuk do të jetë mes zonës Osmani e zotit Kurti, por gara do të jetë nga kandidati i PDK-s dhe zotit Kurti për kryeministër, sepse zonja Osmani ka një mbështetje fragjile në mesin e qytetarëve, pra dhe si e tillë nuk është që e dëmton shumë zotin Kurti, por e dëmton vetëm personalitetin e saj,
dhe Lidhjen Demokratike të Kosovës, për arsye sepse edhe në Lidhjen Demokratike të Kosovës, mos të harrojmë që zonja Osmani nuk do të mirëpritet duar hapur, sepse elektorati i vet, ata të cilët kanë luftuar për LDK në kohrat më të vështira kur zonja Osmani ka tradhtuar, nuk do ta mirëpresin mirë zonën Osmani, mos të harrojmë. Dhe mos mendoj zonja Osmani që do ta ketë kopsht me lule Lidhjen Demokratike të Kosovës. Prandaj mbi këto rrethana konsideroj që nuk do të ketë të mira për zonën Osmani, pra është një e djegur politikisht në këto zgjedhje. Ne kemi pasur edhe me këtë aktgjykim, do thotë në arsyetimin e aktgjykimit gjykatës kushtetuese spjegohet të rrethana specifike që i kemi pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Për shkak se nuk është ta që s'kan ditë mi lexu nenet caktuara të kushtetutës tonë, por kanë pas interpretime të ndryshme. Dhe me qenë se ishte faktikisht përfundun zgjedhjet, ishte numrimi, fitoi lëvizja vetëvendosje bendshëm, fitun partit politike asa fitun, pastaj ishte koha që na doli një e keqe e madhe, që disa parti politike, spaku partit opozitare është vërtetu 100%, që dikush faktikisht ka vjedh vota brenda vetë subjektit ti politik. Dhe u shtyj për 2-3 javë, do thotë certifikimi i zgjedhjeve. Dhe për këtë arsye nuk ka mund të implementohet ai 60 ditë i famshëm që tani po përmendet dhe këta e kanë ditë, të fillimit do thotë të procedura për zgjedhjen e presidentit. Për me qenë unë më i qartë, 60 ditë me fillu e 30 ditë para skadimit të mandatit presidentit aktual me përfundu, që kjo ka qenë do thotë e shkrume e zeza në bardhë, mirë po. Qaja fat nuk ka mund të arrihet për shkak të rinumrimit dhe kur ka ardhur koha, do thotë ta nuk i kanë pas më 60 ditë. Edhe gjithmonë ka qenë intenca që ta kemi presidentin apo presidentin para datës 5 mars. Me 5 mars gjithçka u mbyll, me 6 mars presidenti ja nxorri dekretin, që tash po del që ka qenë pa efekt juridik dhe Gashi tek pyetja e Dorontinës, lutem edhe ju loja vazhdon, po kjo lojë duhet përfundoj me zgjedhjen e presidentit sepse do të ketë dame të mëdha. Vetëm të lutem ti je shumë i shkurt sepse Argjendi edhe u përgjigj. Pyetja e fundit. Ajo që e parashtroi Dorontina, e dëmton vendimi gjykatës kushtetuese Osmanin? Po, në mënyrë indirekte po, për shkak se pa marrë parasysh që është e shkruar që s'ka efekt juridik, na i kemi humbë disa javë, themi, do thotë prej datës 6 mars derisa nxjerr ky aktgjykim, i kemi humbë krejtësisht këtë kohë. Mirë po, prapë na ka sjellë në një binar juridik kushtetues që të vazhdojnë procedurat e mëtejme të zgjedhjes së presidentit. Sigurisht që pa marrë parasysh që shkruhet që nuk ka prodhu efekt juridik, prapë ka prodhu bllokimin e Parlamentit Kosovës për kaq javë deri prej 6 marsit deri para 2 ditëve, sepse ka qenë gjykata kushtetuese që për shkak të dekretit të presidentes e ka ndërprer punën e mirëfillt të Parlamentit të ri të Republikës Kosovës të dalur pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Ma thjesht se që ka s'dish me thonë. E qartë. Gashi, Argjend, faleminderit shumë që ishit sot në. Shumë faleminderit edhe një herë për kohën dhe gatishmërinë me qenë pjesë gjithmonë e diskutimeve në dobi të qytetarëve, padyshim. Ndërkaq rrjedhën e